Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetovat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes, kemi arritur tek kaptina e krimeve edhe veprave penale. Vllazni, na çdo herë kemi potencu që ekzekutimi i veprave penale është në dorën e shtetit, në dorën e gjykatësave të muslimanëve, në dorën e khalifës së muslimanëve. Domethënë, monopoli i dhunës që e përdor dhunën është ekskluzivisht detyrë e shtetit. Domethënë, ata e marrin përgjegjësinë për ekzekutimin e veprave penale. Vazhdon autori i cili i ka përmbledhur do thotë fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes, thotë dënimet në sheriat janë vendosur si mëshirë prej Allahut për robërit e tij. Domethënë është mëshirë. Pikrisht për këtë, ai i cili e ekzekuton ato duhet të ketë për qëllim t'ju bëj mirë dhe të ketë mëshirë ndaj atyre që e kryjnë krimin. Aq sa është e caktuar, aq bëhet. Pendimi i vrasësit me qëllim pranohet nëse plotësohen kushtet e njohura të tij. Po ashtu, ai i cili tregon vendin dikujt se ku është që dikush të vritet, domethënë të pyet, edhe ti ja tregon ç'tu është, edhe bosh sebeb që më shku me vra. Nëse qëllimi i tij ka qenë që ai të vritet, atëherë sheriati e vret edhe ato, sepse edhe ai është pjesë e vrasjes. Nëse jo, atëherë paguan vetëm, domethënë kompenzimin. Paguan vetëm kompenzim. Muslimani nuk vritet për një kafir i cili ka marrëveshje me muslimanët. Se ka marrëveshje për shembull ndërshtetërore, apo fukahat, dietarët janë të gjithë të pajtimit se nëse kërkohet nga ndonjëri të bëj amoralitet, zina, i lejohet të mbrohet me çka mundet. Nëse nuk largohet vetëm me vrasje, i lejohet edhe kjo. Për shembull, vjen të sulman, për shembull Allah na rujt, për shembull ndonjë motër muslimane më çuni një pabesimtar, po edhe besimtar, edhe musliman, apo edhe nuk lejohet, domethënë që kur dëshiron me dhunu në çdo formë duhet të mbrohet. Duhet të mbrohet në çdo formë, dhe kjo është normalisht është mbrojtja e nderit dhe inshallah shahide shkon. Nëse vrasësi pretendon se i vrari ka dashur të bëj amoralitet, shikoj edhe një herë, nëse vrasësi pretendon se i vrari ka dashur të bëj amoralitet me të dhe kujdestarët e të vrarit nuk e pranojnë këtë. Në këtë rast, Ebul Abbasi Ibn Taymiya thot se nëse i vrari ka qenë njeri moralshëm dhe nuk ka qenë i njohur me këto punë, atëherë fjala kujdestarëve të vrarit është e vërtetë. Më thonë se dihet se normalisht kujdestari i të vrarit janë të afërmit, apo janë të afërmit, dhe normalisht që e mbrojnë mënyrë jo të zakonshme, apo mënyra çuditshme. Mirë, po çka shikohet? Shikohet rrethi, pyetet rrethi. A ka qenë ky i moralshëm? Po ka qenë. Nuk ka bë punë zinallëkut. Jo, atëherë nuk mirret përbas fjala e atij të vrarit, apo sepse ai dëshiron me rrajt me një aspekt që me dal prej ekzekutimit, me pështu. I mirret fjala e kujdestarëve. Por nëse i vrari ka qenë i njohur si i pamoralshëm, zinaçar dhe i njohur me këto punë, atëherë fjala vërtet është fjala e vrasësit. E posaçërisht nëse ka qenë i njohur se ka vepruar kështu më herët. Bukur. I çmenduri nuk dënohet me kputje të ndonjë pjese të trupit e as nuk mbytet. Kputje pjesë të trupit, për shembull dora apo hajnit që sheriati ja pret, por rrihet për veprën e bërë që të ndalet nga ajo vepër. Domethënë, e përdor shteti atë mekanizmin e vet të rrahjes nga gjykatësi dhe rrihet për edukim. Pastaj thot, gjithashtu fëmia i rritur edukohet me dënim për amoralitetin e bërë. Me kriminalin veprohet një lloj siç ka vepruar me të, përdesa vepra nuk është ndaluar. Nëse, thot, ai i cili është djegur nga tjetri, me hekur, ka të drejtë ta djeg atë një lloj nëse mundet. Qysh janë ajetet kuranore që na janë zbritur, që thot sy për sy, vesh për vesh, hun për hun, gjitha, domethënë nëse qoftë edhe një shuplak, nëse e godet personin, të njëjtën duhet me ja kthy sheriati ja kthen. Qisas ka edhe në shuplak, po që edhe në shuplak, në të mëshuar të ngjajshme me të. Ja kem shu, u kry puna. Ka pas raste në kohën e Uthmanit, mos gabofsha, mos më kapni në emën, që dikush nga flakaresha ja ka
verbu synin një personit. Tash çysh mja verbu këtij tjetrit, ky që e ka bë domin, atëherë subhanallahu e kanë marrë pasqyrën edhe e kanë drejtu dillin në drejtim të syrit të personit dhe ja kanë hap syrin e kanë lënë të hapur, sa e mshel, mos me qit diçka aty për mos me lënë të hapur, atë e mshel, se s'u duron dillin, dhe derisa e kanë verbru nuk e kanë nal. A ki pa për shembull veç pak me këshir dillin apo një dritë të madhe shumë, njeriu 5-6 sekonda, 10 sekonda nuk sheh. E lërë mo ti për shembull 10 minuta me ta lënë. Derisa e kanë çoru me një aspekt, pse? Sepse ki bo dëm. Nëse ja ki çoru synin, tash me hin kontekstin që mi godit me shuplak, jo domosdoshmërisht e verbon. Ka raste nuk e verbon. Atëherë ç'a me bo? Atëherë e kanë bo një mas që thjesht me verbru. Pastaj thot, ekzekutimi me vdekje për vrasësin në rrugë nuk e bën tjetër përveç kryetarit të muslimanëve. Po ashtu nëse kujdestarët e të vrarit ja falin gjakun, vrasit me kusht, atëherë vrasi duhet ta plotësojë atë kusht, e nëse nuk e plotëson kushtin, nuk plotësohet fjala. Domthonë varësisht çfarë kushti, mund më caktuar për shembull një pasuni të caktuar, disa para të caktuar, edhe ai duhet me kry atë kusht. Të drejtën për marrje të hakut, kisas dhe faljes e kanë vetëm të afërmit e të vrarit, afërmit të tij, bijtë e tij, vëllezërit e tij, e jo të gjithë që e trashëgojnë. Babai dhe vëllai i vrasësit janë pagues të dëmshpërblimit për vrasje. Prej vrasësit me gabim merret dëmshpërblim për vrasje. Nëse nuk mundet më shumë. Më thonë padashje, apo padashje e ka vra, mirët dëmshpërblim. Nuk bën të vonohen të hollat nëse gjykatësia e sheh se është më mirë të mos vonohen të hollat e marrëveshjes për dëmshpërblim. Nëse vrasësi nuk ka të afërm, atëherë pagimin e dëmshpërblimin e marrin përsipër të largëtit e farefisit. Domethënë, sa më afër që është familjes çaj e merr. Tash e kemi kaptinën e ekzekutimeve dhe të dënimeve, ato ishin veprat penale. Mirë, nëse kafiri i cili ka marrëveshje me muslimanët bën prostitucion, zina, bën prostitucion me muslimanen, vritet edhe nëse bëhet musliman nga sheriati. Domethënë, pse po e potencon këtu nëse bëhet musliman? Sepse na e dim që kur bëhet musliman i fshin gjunat, apo mirë, po me vepra penale dallon mesela. Se ke bëhet domti. Atëherë thot vritet edhe nëse bëhet musliman. Ajo e cila lind duke mos qenë martuar, e as duke mos qenë robreshe dikujt, atëherë ekzekutohet nëse për të nuk ka ndonjë dyshim. Rrihet personi prej të cilët vjen era alkohol. Era alkohol i bie që ka pi alkohol. Është normale ajo. Pastaj thot, një mëkat të madh nuk e shlyen të gjitha veprat e mira. Siç është mendimi i xhavarixhve, por e shlyen llojin e veprës së bërë. Xhavarixhët çka kanë thonë, një mëkat i madh, ti fshin këtë vepra dalish pi fesë me një aspekt apo, ndërsa ahli suneti nuk thot kështu. Prerja e dorës së vjedhësit nuk është e kushtëzuar me kërkimin e pasurisë së vjedhur nga ana e të vjedhurit. Nuk kushtohet. Ati që nuk i pritet dora për vjedhje, i dyfishohet dënimi i dëmshpërblimit. Subhanallah. Nëse që shkon hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është mshirë, dënimet janë mshirë, nëse një dënim e bën, si që lyp sheriati, vallahi nuk i shkon menja me bo krime. Nuk i shkon menja me bo krime, subhanallah. Për atë arsye është mshirë. Pastaj thot, personit që vjedh në përgjithësi, duke mos përjashtuar askënd dhe duke mos pasur diçka të veçantë për qëllim, i pritet dora edhe nëse pronari i pasurisë së vjedhur ja fal veprimin. Nëse qosh dhe e vjedh një person, pa ai personi qosh vjen gjykata thotë unë pja fali. Thot i pritet dora, pse? Sepse kjo është që e pengon fesadin. E pengon, domethënë përhapjen e vjedhjes. Domethënë thot edhe nëse ma fal, une, domethënë thot edhe nëse e fal dënohet nga shteti me prerje të dorës. Pse? Për ta ndaluar fesatin për hapjen e së keqes. Ai cili bën shpifje për amoralitet për dikë, iftire që i thënë të na, apo nuk ekzekutohet vetëm nëse kërkohet. Kjo është sipas pajtimit të gjithë dietarëve. Nuk e ka detyrim që shpifsi pasi të pendohet
ta pranoj shpifjen. Nëse prej ti kërkohet që të betohet, atëri lejohet të betohet në mënyrë të tërthort. Lejohet që të bëhet dallimi i pasurisë së vjedhur me vrejtje të shenjave, sikurse në vërtetimin e prejardhjes. Kriminalet vrasës e kanë dispozitën e njëjtë, qoftë brenda qytetit, qoftë jashtë qytetit. Ky është mendimi i Malikut, Shafiut dhe shumicës së pasuesve të Ahmedit. Gruaja e cila ka vrarë gra të tjera vritet. Edhe nëse gruaja vret, më thonë nuk është kjo vetëm për burrat, apo? Po nëse gruaja vret, edhe gruaja merr dënimin e njëjtë sikur të mashkullit. Ai i cili dëshmon për veten se ka bo zina, vetë thot kum bo zina, ashtu siç dëshmoi Maizja dhe Ghamidia radhiyallahu anhum, ekzekutohet. E nëse nuk dëshmon, atëherë nuk ekzekutohet. Nuk ekzekutohet. Sheikh Albani rahimahullahu taala po e potencoj këtu, thotë është e pëlqyeshme nëse në një vend të caktuar nuk ka sheriat, ka boti kush zina, me shku me një vend tjetër, me një shtet tjetër ku aplikohet sheriati, edhe më shku me e kry dënimin, kjo është e pëlqyer. Nuk është obligim, apo që thjesht ti më koni pastër para Allahut ditën e gjykimit. Pranohet pendimi prej një mëkati duke vazhduar në një mëkat tjetër. Do më thonë, nëse ti pendosh për një mëkat, Allah azza wa jall ta pranon pendimin për çat mëkat. Bën mëkat tjetër, është diçka tjetër. Është mëkati tjetër, nuk është ky mëkat. Është detyrim që të mbrosh gjithashtu pasurinë e tjetrit. Edhe me këto ligje është që nëse e sheh krimin duke u bërë, nëse nuk ndërhyn merr dënim. Pastaj thot është më mirë që me kriminalet të fillojnë të luftoj kryetari i muslimanëve. Ai i cili bëhet besnik me qëllim që të arrijë post, shiko, ai i cili bëhet besnik, është i sinqert, me qëllim që të arrijë post edhe pasuri. Thot nuk shpërblet, nuk ka shpërblim te Allahi. Mirë po ka mëkat si ai që falet sa për syje faqe. Sa për syje faqe normalisht është një fak. Pastaj kryetari i muslimanëve ka të drejtë të filloj me i luftu së pari me i luftu xhavarixhet. Po ashtu ka të drejtë thot ti vras edhe të plagosurit e tyre. Ti vras edhe të plagosurit e tyre, nëse shet arsyeshme, apo Ali radhiyallahu anhu ka qenë më afër të vërtetës se Muawiya. Këtë e din ehli sunneti, por se nuk e akuzojnë në asnjë mënyrë me devijim Muawiyan radhiyallahu anhu për shkak të ijtihadit të tij. Sipas shehut Rafidit e kodrave në kohën e tij janë kafira, thotë. Murteda lejohet marrja pasurisë dhe grave të tyre. Ata janë nusejrit, të cilët e teprojnë në Aliun radhiyallahu anhu. Nëse një person hyn për të bërë marrëveshje mes dy grupeve, tash vjen një person si lloj ndërmjetësi, edhe bën marrëveshje mes dy grupeve dhe vritet, duke mos e ditur kush e ka vrarë. Se s'dihet aty cili grup e ka vrarë, atëherë thot gjaku i tij kompenzohet nga të dy grupet. Të dy grupet e hajnë me një aspekt dhe e paguajnë gjakun për këtë të vrarë. Është i ndaluar thot shërimi me alkool dhe me të ndaluarat e tjera, domethënë në mjetet e tjera që janë haram. Lejohet të pihet ushqim qumshti i kuajve, përveç nëse nuk shndrohet në dehëse. Po ashtu dënimi mbi pirsin e alkoolit është 40 shkopinja. Domethënë goditet me 40 shkopinja ai i cili pin alkool, ndërsa shtojca mbi këtë numër është për edukim. E sheh Halifja muslimanëve, nëse se han ky me 40, atëherë mund me shtu. Kjo është veçantë për kryetarin e muslimanëve nëse shet se personi ka nevojë për edukim. Sipas Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, pirsi i alkoolit vritet nëse zihet për të 4 herë, nëse njerëzit nuk ndalen nga të pirët alkool, atëherë vriten me vrasje. Më thonë, hera parë jo, hera dytë jo, hera tretë jo, ndërsa herën e 4 vetë se vritet personi, sepse ai nuk po merr vesh. Çështja e edukimit nuk është e caktuar, por është nën mendimin e kryetarit muslimanëve, nëse është në interes të muslimanëve apo jo. Ndonë e shen ndonjëherë t'i bie disa ligje kryetari muslimanëve, halifja muslimanëve, që nuk bindesh me fenë Allahut azza wa jall për shkak të edukimit. Shpiuni i cili e përsërit shpionazhin për muslimanët te armiku i tyre vritet. Kto e kanë edhe secili edhe këto ligje apo kupton këto ligjet luftarake që janë.
Ai I cili ikën tek armiqtë e muslimanëve nëse dëmi I tij nuk largohet, atëherë vritet me vrasje. Sipas Ebul Abbasit Ibn Taymijes, lejohet dënimi me të holla, thot për t'u edukuar. Lejohet t'u merret pasuria apo t'u shkatërrohet. Më thon lejohet mi marr para, se paraja është e dhëmshme për njeriu. Dunja sapi, edhe kur ti merr ti, si për shembull dënime që janë tani, ki me pagu që kaç dhe kaç, apo shem burgim me kusht, pagun që kaç për mos me him burg e gjëra të tilla. E këto më thon këto sipas më thon xhawarizve, këto nuk kanë bazë, domethënë në Kur'an dhe Sunet, I bie që kanë shpik ligje. Atar kush nuk gjykon me ligjin e Allahut të tillë janë kafira. Më thonë nuk shkon kjo punë. Për shembull burgi nuk ka qenë kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Burgu I parë është bërë nga Omeri radiallahu anhu. Dhe më thonë I shohin disa çështje halifja e muslimanëve dhe vepron dhe nuk bien ndesh me fen Allahut azza wa jall. Ata që të bëjnë marrëdhënie me një robëresh të përbashkët, pra janë ortak në sundimin e saj, nuk ju besohet dhe edukohen për këtë me dënim, por nuk ekzekutohen, sepse kanë dyshim se është pasuri e të dyve. Ai I cili ka mundësi ta shpëtojë një person nga vdekja duke I dhënë të haj apo të pi dhe nuk e bën, atëherë duhet që të kompenzojë gjakun e tij. Duhet me kompenzu gjakun, jo me ekzekutu, por se me e kompenzu. Se ke mujtë, subhanallah, mi dhon ushqim me pije, se ne kilon me vdek njerin. Pastaj thot dënimi për edukim sipas Ibn Taymijes rahimahullahu taala mund të jetë edhe lënien e çështjeve të pëlqyera, siç është mosthënia yerhamukallah për personin I cili thot elhamdulillah kur të teshti apo mos pranimi I dëshmisë së njeriu I cili nuk e fal namazin e vitrit. Sipas shehut, luftimi me gojë është sikurse luftimi me dorë. Po ashtu, njeriu I cili bart fjalët mes grave dhe burrave të huaj për amoralitet, duhet që më e pakta kryetari muslimanëve ta rrah mirë, që edhe një shpifti, që edhe një të thuj ka bo zina filoni fistiki pa pas fakte. Atëherë e ke rrahjen nga kryetari muslimanëve. Dhe duhet publikuar çështja e tij. Çështja e tij më publiku që mi tregu njerëzve që ky është shpifs. Derisa për të kuptojnë të gjithë, burra dhe gra. Për edukimit që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç përmendin Ahmeti dhe Shafiu, është përjashtimi nga vendi I njeriu si me cilësi femre. Gjithashtu Omer radiallahu anhu ruajti kokën e Nasir ibn Hajjajit dhe përjashtoi nga vendi sepse I sprovonte gratë, ishte I bukur, I pashëm dhe çfarë bëri? Tha hajt ja iki flukta. Ta bëj tha çel. Ja iki flukt, dule dhe më I pashëm. Atëherë largoi të shkretin. E largoi sepse I sprovon të kej grot kur e shihnin veç e kçyrnin shumë. Edhe mos me ran grot në fitne dhe e largoi nga vendi I ku jetonte. Edukohet muslimani I cili I thot kafirit o haxhi. Po ashtu, ai I cili quan haxhi njerëzit që vizitojnë varrezat, tyrbet, përpos nëse I quan si haxhi të kafirëve dhe të humbërve. Ata të cilët kanë smundje të lëkurës ngjitëse, duhet mu izolu. Çka I bjerë mu izolu? Karantenem. Këtë duhet ta bëjnë përgjithësit e muslimanëve. Kjo mund të thuhet edhe për të gjitha llojet tjera të smundjeve të ngjitëse, siç është për shembull edhe në këtë kohë, për shembull kohët e fundit është edhe AIDS apo HIV, në virusi HIV, SIDA. Lejohet të bësh lutje kundër tij, që bën lutje të padrejtë kundër teje, aq sa ai ka bër lutje kundër teje. Më thonë, nëse të bën dua I kundër te, lejohet më ja kthy në atë mas. Nëse e fal normalisht, është më mirë. Ai I cili vepron një mëkat nuk duhet që të mos ndalojë të tjerët. Nëse ti e bën një mëkat, apo edhe tash s'do më thonë që ti nuk lejohet më I thonë që kjo është mëkat, mos e bën. S'do më thonë, pse është e urrëtur tek Allahu që ti me vepru e njerëzit më ndalu, por se prap ti kur të pyetësh ti duhet me kallëzu dispozitën o vëlla. Apo nëse nuk vepron një urdhër, nuk duhet të ndalet e të mos I urdhroj të tjerët në mënyrë që të mos I bashkoj dy mëkate me këtë, apo? Po ashtu, nëse robi bën prostitucion haptazi, prostitucion haptazi, duhet që I Zoti I tij të bëj ekzekutimin e dënimit. Nëse bën amoralitet fshehtazi, atë nuk I ka detyrim ta dënoj, por I jep të zgjedh mes pendimit apo publikimit të veprës së bërë. Nëse dënimi është me interes atëherë dënohet. Është detyrim për të zotin e robëreshës ta shes atë nëse ka bërë zina për herën e katërt.
Kjo është fjala për lufta, apo kur ka robresha. Tash na nuk kemi robresha. Dhe për lavirin apo zinaçarin e martuar duhet gjykuar mes dy dënimeve, gurrëzimit dhe rrahjes deri në dersën e radhës te kaptina e murtedit, fillënësit, pastaj kemi kaptinën e xhihadit, pastaj kemi kaptina lidhjes marrëveshjes me paqe, kaptina e gjizjes e kështu me radhë. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.